Mirëmëngjesi njerëz të mirë. Shumë njerëz zgjohen çdo mëngjes duke bërë të njëjtën rutinë. Shkojnë në punë, kthehen në shtëpi, u kalojnë ditët dhe përsëri ata ndjehen bosh. Dhe kjo ndodh sepse nuk kanë një drejtim të qartë në jetën e tyre. Nuk kanë një qëllim. Qëllimi është si ajo busulla e anijes. Të tregon se ku po shkon. Edhe kur deti është i trazuar. Kur ti e ke të qartë se ku po shkon dhe pse po shkon, ti nuk dorëzohesh lehtë. Edhe kur pengohesh, ti e di pse duhet të ngrihesh përsëri. Prandaj, ulu, mendohu mirë, merr një letër, shkruaj 3 gjëra që ti do që t'i arrish 6 muajt e ardhshëm. Por këto t'jen reale edhe me kuptim për ty. Pastaj, çdo ditë pyet veten tënde. Po afrohem drejt atij qëllimi që unë i vura vetes? Kjo është mënyra se si fillon ndryshimi. Jo me ëndra të mëdha, por me hapa të vegjël dhe me qëllime të qarta. Mos lejo që jeta të tërheq në drejtime të rastësishme ku të shkoj. Jo. Timonin e ke ti në dorë dhe ti mund ta drejtosh si të duash ti. Uroj që sot ta drejtoni ju jetën që të ndjeheni të suksesshëm. Unë ju falenderoj si gjithmonë dhe shihemi në videot e ardhshme. Mirupafshim.